Sot në lagjën Bashdërhane të Prizrenit u përrua monumenti vrapuesës së Prizrenit, një vepër artistike që synon të ruaj dhe të promovoj identitetin kulturor dhe historik të qytetit. Në ceremoninë e inaugurimit, kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, theksoi rëndësinë e këtij monumenti si simbol i trashëgimisë dhe shpirtit sportiv të qytetit. Vrapusja e Prizrenit daton diku 500 vite para epokës so. Dhe më thonë është e vjetër 2500 vjetë. Mirë po është zbulu diku para 150 vitesh. Kjo është një simbol i lashtësisë së kombit shqiptar në këto treva, po edhe një tregus i një civilizimit asaj kohe për shka unë e besoj që ne shquhem. Është një dëshmi se ky qytet edhe ky komb ka traditë, ka histori, ka të kalume edhe ka pas edhe kulturë. Prandaj, natyrisht si ideja e cila lindi nga drejtoria e shërbimeve publike është mirë prit, ka qenë një ide e qellume dhe sot, duke ju falenderuar edhe punës shumë të mirë artistit që e ka bo, ne kemi vendosur vrapusjen e Prizrenit, e kemi dhënë një mesazh se Prizreni nuk i harron vlerat e veta, nuk e harron historinë e vet, nuk e harron kulturën dhe traditën e vet, po e shfrytëzon ato për me promovu më tutje këtë qytet tonin, qytet i cili dallohet për ka diversiteti, qytet që është gjithëpërfshirës, edhe vrapusja e Prizrenit e simbolizon qytetin edhe të gjithë qytetarët, edhe do të jetë një përkujtim për të gjithë vizitorët i cili e dëshmon lashtësinë e kulturës së kombit shqiptar e sidomos të qytetit të Prizrenit. Drejtori i shërbimeve publike Qelamaj bëri të ditur se kostoja e këtij investimi ka qenë rreth 60.000 euro. Vlera projektit ka qenë afër 60.000 euro, kurse është skulptori i mirë njohur Gzim Muriqi, të cilin e falenderojmë publikisht për një punë fenomenale që e ka gdhend edhe sot në bronz që ndron këtu mbrapa nesh vrapusja e Prizrenit. Autori i monumentit, skulptori Gzim Muriqi, u shpreh se puna për realizimin e veprës artistike ka zgjatur 4 muaj. Fillimisht e falenderoj komunën e Prizrenit, respektivisht kryetarin, zavendës kryetarin si dhe drejtorin përkatës, i cili e ka mundësu këtë projekt për mu realizu, mu materializu. Kjo është vepra ime e tretë e cila lidhet me qytetin e Prizrenit. Unë jam edhe autori shtatorëve të lidhjes shqiptarit Prizrenit dhe dëshmorit apo herojt Agim Shala, e cila është vendosur te komuna. Kështu që është nder, është privilegj për cilin do artist që mi pas veprat e veta të ekspozume në kohë edhe në hapësinë. Natyrisht se impakti dhe rëndësia e kësaj vepre, e cila është një artefakt që, siç e tha më herët edhe kryetari, dëshmon lartësinë tonë, respektivisht zhytet thellë të 2500 vite mbrapa, tregon për kulturën e cila është zhvilluar për këto treva. Kështu që unë veç uroj gjeneratat e ardhshme, respektivisht fatosat që do të vinë që ta gëzojnë edhe urime edhe juve qytetarëve të qytetit. Ndryshe, vrapuesja e Prizrenit, e njohur edhe si atletja nga Prizrenisti dhe Menada e Prizrenit, është një figurinë prej bronzi, pak më shumë se 11 cm e lartë, e zbuluar në vitin 1876 në Prizren, ndërsa daton rreth viteve 520-500 para erës son. Vrapuesja ndodhet në Muzeun Britanik dhe paraqet një artefakt të famshëm që ka Kosova jashtë vendit. Figurina, e cila ka bërë xhiro në përpunime shkencore gjithandej botës, pasqyron një vajzë duke vrapuar, dhe si e tillë është një gjë shumë e rrallë për botën antike greke. Ky monument që u përrua sot do të qëndrojë në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, duke u bërë pjesë e peizazhit kulturor dhe turistik të Prizrenit.